Një firmë e vogël që i merr domethënë ngarkim punimet, edhe ti mbaroj, po nuk e lë si punë. Më pëlqen ndërtimi. Të pëlqen ndërtimi. Jashtë mase. Plus që kam domethënë dëshira ime. Nëse do arri, unë nuk kam atë ekonomi të bëj bamirësi, por nëse do të arri ato vite jetë që më kanë ngelur, duhet vazhdoj të bëj bamirësi për njerëz që më kujtojnë veten kur kam ecur këmbë zbathur për të shkuar në shkollë. Gjithmonë ai që ka jetu vetë jetë vështirë, gjithmonë është kur i ndrejshin kushtet mundohet më unimu të tjerëve. Kjo është dëshira ime. Sot e ka standardin shumë më mirë, Valentina, po nuk qet kajde, tha që të teshat, të ushqimit e këto nuk qet kajde, po edhe të jetat e fjetja aty ku jeton tash vetë ke improvizuar një. Atëherë asnjë nuk mund ta besoj që unë si Valentin fle në një shtëpi që s'ka drita, nuk ka ujë, edhe pse mund të më ofrojnë të gjithë të jetoj në një shtëpi luks, unë preferoj atë shtëpinë pa drita, pa ujë, po që di që është në shtëpinë time, ngrihet me mundimin tim, ka qenë domethënë një sakrificë jashtë mase e madhe për ta. Është që se ka përdor kërkush Ka qenë një gabin elektrike. Një gabin elektrike me standarde me mure të forta, të testuara kundra zjarrit. Ato nuk ke shans të ngulësh një gozë, aq mure të forta janë, por që mungon rryma, mungon ujë, edhe unë marr ujë domethënë live në TikTok me karro dore, e çoj ujin me disa bidona, nuk është sinqerisht Valon, për mua është për t'i thënë njerëzve që mos u dorëzo. E di të kuptoj, se nuk qet kajde se po. Unë nuk e nxjerr vetëm për të dalë keq se unë po vuj dhe po çoj 30 kg ujë kështu. E di, nuk e kallzon ato për shembull, po ti do me tregu që jetohet edhe pa shpenzimet. Unë du t'i them këtyre nuk pagun qira, nuk pagun asgjë. Unë du t'i them këtyre grave që ndonjëherë bëhen peng i jetë plot vuajtje. Për mos me e pa vetën duke vuajtur. Unë them më mirë të vuash që mos t'jesh pjesë e vuajtjeve. Sepse të vuash në mtrysni që t'i ofron dikush gjithë mirat materiale, është më e favorshme kjo që kam zgjedhur unë. Populli jam i dashur shqiptar, kjo është Valentina, pak a shumë thashë keni njohur për emisioneve tona, po nuk e keni ditë për jetën edhe punën se ç'e bën. Një gru me shumë zanate të burrave, tash burrave nuk mujnë po na imi mësu me i pa veç burra të i bua të punë, është femën që s'dorëzohet kur, është femën e cila mundet me qenë inspirim, jo veç për femën atjera, po edhe për gjithë ata që mendojnë që nuk ka punë, që nuk ka shpresë, që mësoni një zanat, se zanati, thëjke edhe gjush jam kur pa buk nuk të lenë.